Miq të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin Aktualitet Politik këtu në televizionin Opinion. I ftuar i yni sonte në këtë emision është Nikol Prekpalaj nga zymi i Hasit, komuna e Prizrenit, kandidat i Pakicës Nacional Shqiptare që po garon për deputet në Parlamentin e Ardhshëm të Republikës së Kroacisë. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emision. Mirëmbrëma, mirë se ju gjetëm. Zoti Prekpalaj, mas pari do thotë kishte mirë që të na thoni diçka lidhur me biografinë tuaj, kur dhe ku keni lindur? Unë jam Nikol Prekpalaj, i lindur me 18/5/1966 në zymë të Hasit, shkollën fillore e kreva në zymë, po ashtu edhe të mesmen, kurse shkollën e lartë të hotelerisë në Prizren, në shkollën Gari Çavdërbashi. Ju keni migruar në Kroaci, na thoni kur keni migruar dhe cila ka qenë arsyeja që u dash ta leni vendlinjen dhe të shkoni në një shtet tjetër, në një shtet të huaj, të themi ashtu. Ishin vitet 80-ta kur lëvizjet bashkë shqiptare ishin të shkatruar nga sistemi serbo-madh, kur ekonomia ishte totalisht shkatruar dhe një gjendje shumë e vështirë në shtëpi, ndikoi që emigrimi të jetë i domosdoshëm. Atje krahas punës së ndershme dhe të palodhur, me siguri keni ushtruar punë të ndryshme, do thotë keni punuar, jeni marrë me veprimtari. Ju gjatë punës keni marrë me aktivitete të ndryshme në këtë fletpalosjen tuaj për fushat, pam se në vitin 2006 jeni themelues i lëvizjes listës pavarur të qytetit Zarës. Para se të them, këtë gjatë viteve kur shkuam në Zarë të Kroacisë, me vllaun bashkëpunuam dhe hapëm një biznes privat ku një furrë, do të thotë një bukpjeks. Me bukpjeks, ku aty edhe sot punojmë, kurse gjatë lëvizjeve bashkë shqiptare të viteve 90-ta u inkuadrum edhe marrëm pjesë në çdo pikpamje për qënderimin e Kosovës dhe për kontributin si diaspor, si shqiptar në frymën pozitive të bashkë shqiptarisë. Në vitin 2007 ju jeni përfaqësues, jeni zgjedhur nga përfaqësuesi i Pakicës. Në vitin 2006 me dy shok kroat isha edhe si themelues i listës së pavarur të qytetit të Zarës, ku dhe garuam me sukses, ku fituam primi 8%, ku deri edhe sot jemi listë përfaqësuese, do të thotë e kemi nën kryetarin e qytetit të Zarës. Si përfaqësues i shqiptarëve ju keni ushtruar edhe rolin e porotët, po shoh këtu në Këshillin Gjyqësor. Në rolin e porotës isha i emëruar në emër të listës së pavarur kroate, ku dhe sot jam në gjykatën e prefekturës së Zarës. Nikol Pal Prekaj është edhe antar i kryesisë së Bashkisë Shqiptare në Zarë, gjithashtu është antar i kryesisë së Unionit Bashkisë Shqiptare për Republikën e Kroacisë, do të thotë ushtron shumë veprimtari të ndryshme dhe normalisht që Nikola shpreson që të jetë njëri nga deputetët e ardhshëm të Parlamentit të një shteti mik, që është Kroacia me Kosovën. Në shtator të vitit 2011 jeni zgjedhur për herë të dytë kryetar i Këshillit pranë prefekturës në fjalë. Ky ishte momenti kur për të dytën herë u zgjodha si kryetar i Pakicës Shqiptare Nacionale në prefekturën e Zarës dhe këtë detyrë e ushtroj. Mirë po jam edhe si antar i kryesisë së shoqatës së prefekturës së Zarës, antar i kryesisë së shoqatës Unionit të Kroacisë dhe unë si deleguar i shoqatës së prefekturës së Zarës për kandidimin në listën e Pakicës në Parlamentin kroat e kom marrë me plot bindje se do ta fitoj. Miq të nderuar, emisioni është i drejtë për drejtë dhe ju që nga tani mund t'i bëni pyetje mysafirit ton këtu në studio. Pra, në studio kemi të ftuar Nikol Prekpalaj nga zymi i Hasit, komuna e Prizrenit, i cili po garon të jetë njëri ndër deputetët e vetëm ndoshta shqiptar në Parlamentin e Republikës së Kroacisë. Sa shqiptar ka në Zarë, Zoti Prekpalaj? Zara numëron rreth 2000 banor shqiptar që jetojnë, kurse shteti i Kroacisë numëron afër 50.000.
Sa mund të ketë në mesin e këtyre me të drejtë vote, ata të cilët ju pristit votonin për ju? Sipas të disa të dhënave, sigurisht se janë afër 16.000 shqiptar drejt vote. A do të mjaftonin 16.000 vota që të hyjet në Parlamentin e Kroacisë? Statistika tregojnë se në vitin 2007, në zgjedhjet e kaluara, kandidati i grupit ku edhe ne i takojmë hyn në Parlamentin e Kroacisë me 1314 vota. Kjo ishte një moment kur unë e nxita vetëm se këtë numër do ta arrit ta realizoj. Me që po flasim për numrin e shqiptarëve atje, a mund na thoni çka ju ofroni këtyre shqiptarëve ju si deputet i arshëm, po të fitoni ulsen për Po sigurisht se populli shqiptar ka edhe vështirësi me jetën e tyre në Kroaci, vështirësi në baza ekonomike, në baza televizjeve të ndryshme, tu e marrë parasysh se shqiptarët sot lëvizin me Kosovë, me Shqipëri, me vizet të ndryshme të territorëve bashkë shqiptar, sigurisht se do të jem ndikim pozitiv në çdo frymë që ato të realizohen e mos të kemi pengesa në asnjë anë. A keni menduar, do të thotë, ku do të ngrisni zërin, cili do të jetë problemi që ju do të hapni, që ju do të qitni para parlamentarëve tjerë në Kroaci, gjë që do të ndihmojnë ndoshta në përmirësimin? Sigurisht se unë vetë nuk do t'i arri ato qëllime, mirë po ndikimi politik me arritje në Parlamentin Kroat do të mbështyj të bëjmë një riorganizim të bashkë shqiptarë në Kroaci, të cilët do të bëjnë një program i cili do të ndikojnë në çdo pikpamje në realizim të nevojave të shqiptarëve që jetojnë në Kroaci. Shqiptarët ndashmë dihet që Kosova është vendi vetëm në Evropë e cila ende nuk i ka liberalizimin e vizave, shqiptarët duhet sigurojnë vizë. Zakonisht edhe shqiptarët dhe familjet e tyre atje kanë nevojë, kanë problem me sigurimin e vizave. Sa do të angazhoheni ju në këtë drejtim? Sigurisht se do të angazhohemi dhe këtij qëllimi do t'i arrijmë, tu e marrë parasysh që edhe Parlamenti Evropian veç bën shtypje në Parlamentin Kroat, por edhe arritja e ime në Parlamentin Kroat, edhe aja do të ndikon pozitivisht një gjë të tillë se kjo është një gjë që duhet me pas lëvizje në frymën e Bashkimit Evropian. Po në lëminë e arsimit të fëmijëve shqiptar, a ka shkolla shqipe, ndoshta jo, po a ka studentë shqiptar që studiojnë zar, që kanë nevojë do të thotë të ndihet? Disa shkolla janë hapur, shkolla plotësuese në gjuhën shqipe, mirë po besoj me plot bindje se do të hapim edhe në qytete tjera. Kemi studentë të Kosovës të cilët studiojnë në Zar dhe atyre ju ofrojmë ndihmë në kushte dhe mundësitë që i kemi. A ndon mjete financiare themi ashtu shteti kroat për pakicat? Shteti kroat ka fondet për pakicat, për të gjitha pakicat, dhe ne në kuadër të pakicës së prefekturës Zaras i kemi fondin e përcaktuar, afërsisht është ai një 5.000 euro në vjet. Mirë por, shka është madam se në kuadër të Parlamentit Kroat, ku jemi si pakicë e ku neve në përfaqëson pakica bosnjake, ne marrim shumë pak ndihmë, sepse vetë ata gjithmonë e fitojnë votën, gjithmonë kalojnë në parlament dhe normalisht ata Do të thotë njëra nga arsyet që ju ka shtyr ju që të hyni në kësaj gare është ajo që të paktën kur bëhet ndarja e mjeteve do në mënyrë barabartë jo që të fitoj. Po. A do të ndikojë do të thotë në këtë grupin e pakicave në rast se ju do të jeni përfaqësues i grupit pakicave normalisht që për shqiptarët do të angazhoni më tepër siç bëjnë edhe pakica bosnjake siç e thatë ju. Sigurisht që do të punojnë në drejtim të shqiptarëve, por edhe në pakica të tjera të cilat i takojnë grupit tonë, siç janë sloven, palazez, maqedon, bosnjak. Unë besoj që është moment kyç edhe moment kur shqiptarët në tërë botën e kuptojnë se vetëm me përfaqësim, vetëm me unitet mund të arrijmë të gjitha qëllimet që na çojnë përpara. Miqëndëruar, ju shqiptar që jetoni dhe veproni në shtetin në Republikën e Kroacisë, ju që keni të drejtë vote, pra siç po e shihni,
Nikol Prekpala ka nevojë për votën tuaj në mënyrë që ky të jetë zëri juaj atje, ju që tashmë ndoshta keni ardhur në pushime këtu edhe për festën e Bajramit, për festat e fundvitit dhe normalisht që Nikola pret që ju të votoni për këtë. A mund na thoni a ka shkelje të drejtave të pakicave në Kroaci? Sigurisht se shkelje të drejtave ka edhe në Kroaci edhe çdo kund. Megjithatë që se shteti kroat i ka ligjin dhe ka ligjin i cili plotëson të gjitha kushtet. Mirë po, mos përfaqësimi me parlamentin kroat ka ndikim shumë negativ dhe ajo e zvarrit çdo gjë që duhet të aprovohet, që të rregullohet në mënyrë të drejtësisë, të ligjit, nuk shkon deri në fund. A do të angazhoni ju në këtë drejtim që të mos ketë shkelje të drejtave? Sigurisht. Unë me plot dignitet do të angazhohem që të gjithë shqiptarët të kenë të gjitha drejtat e barabarta pranë parlamentit kroat. Pse për tjetër duhet votuar shqiptarët për ju? Cila është ajo që ju i... Shqiptarët duhet të votojnë tu e marrë parasysh se kemi shumë problema, si që janë lëvizjet shqiptare, ne si diasporë udhtojmë sigurisht se cili për nesh për 2 herë në vjetë, deri në 5 herë në vjetë. Kemi martesa me vajza shqiptare këtu që martohemi 3 muaj, 4 muaj vazhdojnë pengesat e mos hymjes. Këto janë ato që shtyjnë mua ti aty. I kemi problemet ekonomike, në kuptimin e kuotës së punës, ku shteti kroat pavarësisht ofër 8.000 vizë punë lëshon, shqiptarët nuk e marrin as 10. Vizat e punës i marrin minoriteti i bosnjakëve, pavarësisht 2.000, 3.000, për arsye se ata janë edhe përfaqësues. Mirë po, me përfaqësimin tim, me plot vendije, kjo gjë do të ndryshojë. Dhe populli shqiptar për herë të parë do ta ketë këtë punë me një numër shumë më të madh, se kjo është nevojë e gjithë shqiptarëve që punojnë. Zotri Prekpala, nga regjia na bën me dije se kemi tash një telefonat dhe lust regjin që ta kyçim telefonuesin. Alo? Alo, zëqirojë. Urdonim. Zëqirojë këtu nga Prizreni. Alo? Po ju dëgjojmë, urdonim. S'po përshëndes ju si emisione domon. Si emision që keni doni emisioni që ludhëm me se keni ndej domon ta keni zotrin Nikollën atë. Se dhe ai kujtohet aty jam bashkëtorë dhe këndë ishte abes. Këndyqe rebeli në Kroaci. Edhe përshëndes shumë se tamam meritonaj me qenë në parlamentin në Kroat, sepse është njëri me të gjitha virtytet morale, kontore, se ja meriton me të vërtet të jetë aty ku duhet që të shqiptarët të përfaqësohen edhe në shtetin kroat. Andaj edhe njerë ju përshëndes si televizion dhe zotrin Nikollës i uroj suksese dhe zonit i në dhe më të ngritet sa ma lartë si që ka qenë gjithmonë i zorit i edhe i zorit të më. Edhe i përshëndetje. Faleminderit, shpresojmë që dhe ne shqiptarët e Kosovës ta kemi një përfaqësues tonin, të paktën ata që jetojnë dhe veprojnë e punojnë në Kroaci ta kenë një person që do t'i mbrojë dhe do t'i drejtat e tyre atje.